Me vetëm 5 persona të punësuar së bashku me ushtruesin e detyres drejtor dhe me probleme të trashëguara nga e kaluara, Muzeu e Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir edhe këtë vit për 22 nëntorin do të mirëpres vizitor nga të gjitha trevat shqiptare. Përveç mungesës e kuadrit, sfidë mbetet edhe pronësia e dyqaneve në shtëpinë e muzeut, për të cilën çdo vit ndahen fonde nga buxheti i paraparë nga Ministria e Kulturës, që të paguhet qiraja ndaj pronarëve dhe të mund të shfrytëzohen nga muzeu. Për tani kemi nevojë për punësime të reja, të ndodhin punësime të reja. Aplikimet i bëjmë, disa projekte na kalojnë Ministri i Kulturës, disa na refuzohen, mirë po mund të them që përveç Ministrisë së Kulturës, domethënë nuk kemi mbështetje ndonjë tjetër që mund të na ndihmojë. Po, domethënë çështja e dyqaneve vazhdon të jetë akoma e njëjtë. Kemi bërë një zgjidhje ne që Ministria e Kulturës i paguan qira pronarit të dyqaneve edhe i shfrytëzojnë për nevojat tona duke i mbajtur tribunat, ekspozitat edhe ashtu me radhë. Për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit interesimi që të vizitohet Muzeu i Alfabetit është më i lartë sidomos të vizitorëve nga Shqipëria, pasi shteti shqiptar shpalli si festë zyrtare 22 nëntorin, thot Arslani. Si çdo vit, ashtu edhe këtë vit e kemi shpallur edhe programën për manifestimin e 22 nëntorit, për kremtimin e ditës së Alfabetit, edhe kjo program gjithashtu parasheh tribuna shkencore, duke filluar nga 166 vjetori i lindjes së Fehim Zavalanit, kemi Komitetin e Fshehtë, 120 vjetorin tribunë shkencore, kemi gjithashtu ekspozitë e revistës Bashkimi i Kombit, kemi orë poetike, aktivitetet të ndryshme edukativo-arsimore me nxënësit, dhe më në fund e kemi vizitën e zyrtarëve, domethënë edhe Akademinë Solemne më 22 nëntor në ora 19 te Pallati i Kulturës. Programi Java e Shkronjave në Manastir filloi nga sot, me punëtori edukative për nxënësit, ndërsa aktivitetet tjera do të vazhdojnë deri në kremtimin e 22 nëntorit.